Asalamu alaikum të nderuar dëgjues të radios Dituria Islame. Ju përshëndesim të gjithë juve që po na ndiqni në këtë çast në transmetim të drejt për drejt në radion Dituria Islame. Edhe sonte kemi ardhur drejt për së drejti në këtë emision të sonte si çdo të martë edhe ky i sonte edhe kjo e martë e sonte do të na gjej bashkë në ciklin e emisioneve që tashmë e kemi nisur, do thotë është java e dytë e emisionin e kemi titulluar Jeta me Kur'an. Dhe kështu do të jemi edhe sonte në transmetim të drejt për drejt me profesor doktor Hafiz Hajreddin Hoxha, me të cilin do të jemi edhe sonte në këtë emision të drejt për drejt, në këtë emision të cilin e realizojmë nga studio në Prishtinë, po ashtu dhe së bashku me profesor doktor Hafiz Hajreddin Hoxha, të cilin e përshëndesim dhe i dëshirojmë mirëseardhje. Selamu alaikum doktor, mirë se keni ardhur edhe sonte. Aleikum selam, rahmetullah. Allah i nderuar moderator Arni, mirë se je gjejmë. Mirë se e gjenë dëgjuesit dhe shikuesit tanë. Allahu i ruaj. Amin, amin. Të nderuar miq, dëgjues të dashur, siç ju kemi informuar, pra edhe tash do të vazhdon të jetë në 3 pjesë, dhe ky emision do të ndahet në 3 pjesë dhe do të jetë në 9 tema të cilat do t'i trajtojmë në këtë emision të sonte. Ne padyshim do të nisim një përmbledhje të përgjithshme, pastaj do të fokusohemi në 3 ndarjet për sonte. Tema e parë që do të jetë në trajtim ose ndarja e parë për këtë emision është mos ta këpusim, domethënë shpirtin pra prej Allahut xheleshanuhu dhe shpresën, sigurisht shpirtin e shpresën, patjetër që është ajo bazikja, do thotë për të mos i shkëputur lidhjet dhe për të mos i shkëputur shpresën bashkë me shpirt, ose ne saktësisht e kemi titulluar pra shpresën nga Allahu xheleshanuhu, ndërsa pjesa e dytë do të jetë të pendohemi dhe të mos e vonojmë pendimin, është edhe kjo një pjesë shumë e rëndësishme që do të jetë si pjesë e dytë e programit, ndërsa pjesa e tretë e këtij programit është vlera dhe dobit e pendimit, transferimi i gjinoheve, transformimi i gjinoheve në sevape, po, transformimi i gjinoheve në sevape. Janë këto 3 pjesë që do të jenë të ndara në këtë emision të sonte. Ne do të nisim padyshim me pjesën e parë, pra mos ta këpusim shpresën prej Allahut xheleshanuhu, do të jetë si pjesë e parë e këtij programi. E ne me njëherë e kalojmë fjalën tek doktori për të nisur trajtimin e kësaj pjese. Faleminderit, moderator, Allahu të ruaj. Faleminderit. Po fillojmë me emrin e Allahut xheleshanuhu, që është gjithë mëshirshëm dhe shumë mëshirbërës. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يتبعون القول فيتبعون أحسنه. Gjitha falënderimet, gjitha laudatat si zakonisht, derisa do të kemi frym të t'ia drejtojmë Allahu xheleshanuhu. I lutemi Allahu xheleshanuhu më na nxjerr nga teri i dyshimeve në dritën e realitetit. I lutemi Allahu xheleshanuhu me na bën prej atyre të cilëve dëgjojnë fjalën më të mirë dhe praktikojnë atë në jetën e tyre. Salavatet dhe selamet qofshin pejgamberit më të mirë, të dashurit tonë,
Hazreti Muhamedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij, për të gjithë ata të cilët e ndjekin deri në ditën e fundit të kësaj jete. Ju përshëndes vëllezër të ndershëm, shikues të nderuar, dëgjues të nderuar, kudo që jeni në emisionin tonë të radhës Jeta me Kur'an. Inshallah, sonte do të mundohemi diçka të jetojmë në hijen e disa ajeteve kuranore dhe se si është mundësia, apo çfarë është mundësia që këto ajete t'i futim në jetë dhe të punojmë sipas tyre. Mu pikërisht ky është qëllimi dhe vizioni ynë që me këtë mision po miremi që e kemi dhe një vizion të largët që populli dhe muslimanët të jetojnë në Kur'an në jetën e tyre në çdo aspekt. Aspekti shpirtëror, aspekti social, aspekti akademik, aspekti moral e tjera tjera. Si do të flasim inshallah taala. Sa i përket aspektit shpirtëror, që kemi nisë me këto tema, se shpirti nëse rregullohet çdo gjë. Dhe se zemra apo shpirti brendia e muslimanit aty është sekreti, nëse ajo ndryshon, ajo brendi ndryshon, do ndryshon edhe ana e jashtme, apo do thotë sjelljet, gjestet, fjalët, punët e tjera. Do thotë nga këto rrjedh, ashtu si ka thënë Muhamedi alayhi salatu wassalam, ela inna fil jasadi mudghah. Në trup të njeriut është një pjesë, një copë e gjakut, një copë e mishit. Po, mudgha. Bile është në gjuhën arabe, mudgha do thotë nuk është e madhe shumë, është përdor termi sa përpije, do të thonë sa përtypet. Idha saluhat, saluha al-jasadu kullu. Nëse rregullohet ajo copë e mishit brenda trup njeriu në zemër, saluha al-jasadu kullu, rregullohet trupi i tij tërësisht. Sjellja, gjymtyr, fjalë. Wa idha fasadat, nëse prishet ajo, fasad al-jasadu kullu, tër sjellja, tër trupi prishet. Ela wa hiya al-qalb. Ajo do të copë e mishit çka është qalb, zemra. Çka thojmë na qalbi. Se fjala qalb në gjuhën arabe, do thotë është më rëndësi vëllezër të ndershëm, rrjedh nga origjina, rënja, yataqallab, yuqallibu Allahu al-layla wan-nahar, diçka që ndryshon, çka rrotullohet si topi. Allahu e hek natën e bjen ditën, yuqallibu Allahu al-layla wan-nahar, ndryshon natën në ditë, ditën në natë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka bë dua gjithmonë, ka thënë ya muqallib al-qulub, o Allah, ti i cili rrotllon zemrat tona. Dhe njerëz zemrat janë larg Allahu xhalla shanuhu, janë bluara do thotë me gjunaha, me krime e me mëkate, e kur na pendohemi te Allahu xhalla shanuhu, atëherë këto mëkatet e këto katranet pastrohen nga zemra dhe zemra shkundet, dhe dridhet dhe kthehet te Allahu xhalla shanuhu, te Zoti, do thotë te krijuesi i tij. Pejgamberi alayhi salatu wasalam gjithmonë ka bë dua kështu kur zgjon natën nga xhumi, ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik, ya muqallib al-qulub wal absar, o rrotulluesi zemrave, dhe kokave dhe syve, forcona zemrat tona në rrugën tënde. Fjala qalb do të thonë rrjedh nga origjina që diçka nuk është stabile, ndryshon. Edhe mu për këta emisioni Jeta me Kur'an, këto temat e sontit, kanë bëj, do të thonë, me gjendje të njeriut, i cili nuk është në gjendje konstante. Te i dje ke qenë rrugë tjetër, sot rrugë tjetër. Shumë gjë normale është. Po, te i dje ke pas mendime jo pozitive, po sot ke mendime pozitive. Te i dje ke qenë pesimist, je optimist. Deri dje nuk je fal, sot ja ke nis mu fal. Deri dje apo deri sot momentet dëvona për shembull ke pi alkohol, të tash e ke vendos me lë alkohol. Deri momentet e fundit ke përdor drogën. Tani dush mi ra do thot vizmo. Ndërprej shumë gjë normale. Po se njeriu rrotullohet, kalon prej një faze në fazë tjetër, prej një gjendje në gjendje tjetër, kjo është shumë normale.
Tani edhe në detalet këtyre ajeteve që ai kemi zgjedhë sante, e kemi ajetin e Allahu xhaleshanu, fjalën Allahu xhaleshanu në surat Az-Zumar, në surat Az-Zumar. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. شنو përkthim? Thuaj. Sadaqallahu al-azim. Që në përkthim do të thotë thuaj, o robërit e mi, të cilët e keni ngarkuar me shumë gabime veten tuaj. O robërit e mi, të cilët e keni ngarkuar me shumë gabime veten tuaj, mos e humbni shpresën ndaj mëshirës së Allahu xhaleshanu. Mos e kaputni shpresën ndaj mëshirës së Allahu xhaleshanu, prej mëshirës së Allahu xhaleshanu. Pse? Allahu i falë të gjitha mëkatet. Ai është që shumë falë dhe është mëshirues i madh. Subhanahu wa ta'ala, i lartë mëdhëruar qoftë Allahu xhaleshanu. Allahu xhaleshanu me këtë ajet, besimtarë të ndershëm, unë sot e lexova Kur'anin dhe më ra në dorë ky ajet, e thash po du më punu me këtë ajet. E kemi treguar në disa teknika, se si do të thonë ata të sillemi me këto ajete, se si ta zbërthejmë këtë ajet koranor në punë dhe në leksione, në mësime, e lexojmë disa herë. O robërit e mi, normal kush din arabisht, lezeti arabishtes, leximi i gjuhës arabe, kjo nuk krahasohet me asgjë vëllazë. Edhe me këtë rast ju bëj apel, dahani një pjesë të kohës dhe mundohuni tash, e keni edhe online mësimin e leximit të Kuranit, lloj-lloj softveri, lloj-lloj programi. Por nëse nuk mundeni, të na i hoqë, të na imam, kudo që të jeni, kudo që ekziston mundësia, dhe lypni me mësu dhe të shkrim leximin e arabishtes. Sa është kënaqësi e madhe sa me fol në gjuhën shqipe apo gjuhën angleze apo gjuhën turke, nuk mundemi kur me tregu atë bukurinë, atë stilin, atë kajmakun, atë ëmbëlsirë të këtij ajetit. Qul ya ibadi, qul, shifni, thuaj o Muhammed, o profeti im, o pejgamberi im, o robërit e mi, për cilë këtë mesazh të Allahu xhaleshanu tek shokët e këto e tu. Ka prej tyre që kanë bërë shumë gjunahe, shumë gabime. I kanë te kalu gjitha kufit. Termi koranor këtu është përdor esrafu, çka thonë në gjuhën shqipe apo përdorim ka vop mos bën masraf. Kjo është pe arabishtes, israf, me të pru diçka. Kjo ka rënd se gjuha shqipe shumë ka domethënë fjalë të arabishtes. Po fjalore sepse kultura osmane apo kultura e perandorisë osmane islame që ka qëndrohet ballkanike, kjo dhe ka ndiku dhe ka pasuru gjuhën tonë shqipe me këtë terminologji arabe që kanë pasur të prej Kuranit. Thuaj atyre robërve të mi të cilët kanë bërë mas me gjunahe, shumë e kanë vepruar me gjunahe. Do të thotë çmos kanë bërë, çmos. Po në ato momente nëse ata vendosin munda për gjunaheve, vendosin me boni U-turn një kthes të madh të Allahu xhaleshanu, thuaj atyre, mos e kaputni shpresën tuaj nga Allahu xhaleshanu. Mos e kaputni shpresën na popull e përdor ymytin. Ti jesh optimistik me një jetë mirë, me zemër të mirë, me mendime të mira, mu kthyt Allahu xhaleshanu, se mëshira e tij është e madhe, edhe Allah po garanton. Inna Allah, që në gjuhën arabe konfirmon. Këtë të fjalë që ka thënë më herët, thuaj o robërit e mi, të cilët e kanë të prua, në ekstrem kanë shkuar me gjunahe, në ato momente që ata mendojnë mu kthyt e Zotit i tyre, mu pendua, po jenë të mirë së ardhur, pse inna Allah se Zoti jon, Allahu xhaleshanu, krijuesi ynë, po yaghfiru dhunuba jami'a. Shifni këto është përdorur një term gjuhën arabe, هو من الفاظ العموم
Për termave që janë kupton universalitet, më thënë, përgjithësi i Allah i fal gjitha gjunahat. Gjitha gjunahat. Në përjashtim tani do t'i përmendim pak disa çështje. Po. Inna Allaha innahu huwal ghafurur rahim. Aja është fals dhe mëshirues. Disa herë lexon këtë ajet, disa herë e përtyp këtë ajet. Mundohet sistemi yt psiqik dhe shpirtëror me jetu me këtë ajet. O robër e temi, kush po thirr? Allahu po thret. Allahu do thot po afrohet te ti, po dashurohet e robërit e tij. Yatawaddadu ila khalqihi subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu, sikur sa ajete tjera, o ju të cilët keni besuar. Thirrje nga krijuesi, me thirrje më të ëmbël dhe më të shtrenjtë dhe më emocionuese apo emocionale, do thënë nuk ka se kjo fjali. O robërit e mi, ne jemi rob të dopt, të krijuar. Wa khuliqa al-insanu dha'ifa, është krijuar njeriu i dopt. Wa kana al-insanu ajula, njeriu është i gutshëm. Po, inna al-insana khuliqa halu'a, njeriu është i padurimshëm, nuk duron. Idha massahu al-khayru manu'a, nëse i vjen ndonjë e mirë, ndonjë pasuri, e ndal ato, bëhet koprac, nuk e jep. Po, për veti, për shirtin, për mua, vetë egoist. Wa idha massahu al-khayru manu'a, wa idha massahu sharru jazu'a, kur i vjen ndonjë e keqe, del pe kontrollit, e hub veten. Ta janë cilësitë e njeriut, sifatet e insanit që është i dopt. Po. Pasi që jemi në të dopt, nuk kemi ndorë asgjë, për që të arsye edhe jemi zhyt në mëkate, jemi zhyt në gjunahe, kemi bëçmos. Mirë po ky ajet, me gjitha të që kam bënë, gjitha të zeza që i kam bë, as nuk jam falë 50 vite, 60 vite. Ndoshta edhe alkoolin e kom pi, ndoshta edhe zina kam bë, po, ndoshta edhe kom vjedh, ndoshta edhe kom tradhtuar, ndoshta edhe kom shpionuar, ndoshta edhe kom bë gjitha të zezat të këqija që nuk mundet me imagjinu njeriu. Njeriu ju ka nxi zemra pe gjunahave. Shumë pika të zeza ju ka nxi zemra, katran, ju kam blu zemra me katran, me drym. Po çato momente, megjithatë, Allahu xhaleshanuhu e ka dërguar këtë mesazh, këtë Kur'an nëpërmjet pejgamberit ton alayhi salatu wassalam, po na thret. Ej, keni kujdes, keni Zotin tuaj, keni Allahun. Prandaj, po gaboni, po vdesni me gjunaha pa pendime. Po gaboni, ju del shpirti pa tobe. Të na thënë tybe istighfar. Çfarë do të thonë tybe? Kjo tobe dhe istighfar. Tobe dhe istighfar, do të thotë pendim dhe kërkim falje. Pendim prej gjunave dhe po kërkoj falje te Allahu xhaleshanu. Prandaj ai mençuri çka është, kështu duhet me mendu, edhe kështu duhet me vepru me Kur'an. Me njëherë me vendos dhe me praktiku këtë ajet. Nëse është i vendos dhe është i sinqert dhe don me bëni transformim, një ndryshim të jetës së tij, ai derën e ka qelë. Askush nuk guzon me mbyll derën. Nuk ki nevojë me shku te hoxha dhe mi e shplu gjitha të zezat, gjitha gjunat që ki boti para hoxhës, apo hafuzit, apo profesorit, apo doktorit. Nuk ki nevojë. Hiç nuk ki nevojë. Ta gjunat që i ki vashtë mes teje mes Allahu xhaleshanu, ati drejtojo, vetëmi dikun, dhom, me një qosh, aty fillati me qajt për halët e tua, për gjunat e tua. Aty fillati ti zemra mu të coptua, duke kajt, ku qa kun bëhun e bre. La ilaha illallah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ti me rishikua atë gjerimin tënde, atë videon të jetës tënde, që ki po, dhe aty ti me vendos, mes teje mes Allahu xhaleshanu. Kjo nuk është turp dhe nuk është më, do me thonë, dopsi dhe nuk është gjuna. Kjo në krenari. Njeriu i dopt, po pendohet para Allahut fuqiplot, që është i fort, i dëgjushëm, që sheh, që din. Mo me shkuti njeri
mi tregu gjitha këto që ki bo, kjo dobësi kjo, edhe ai njeri sikur ti, edhe hoxha, edhe hafuzi, edhe profesori, edhe ai njeri sikur ti, ndoshta edhe ai ka bo gjuna mazisti, s'ki nevojë të ai me shku. Po, nuk ki nevojë. As të babashe nuk ki nevojë me shku. Po, i këshillojmë edhe ata vëllezërit tanë. Po, çka shkojnë për teqe, as të atë të babashe, me thënë babashe falë mi ke gjunahet, nuk ka ndorë babashe, kur gjë nuk ka. Heq babashe i ka gjunahet e veta, si hoxha, si hafuzi, si profesori. Ti për veti lutu. Ti lutu për veti, edhe keqa i ki bo, ata gjunahet, ti pendohu prej tyre. Po nëse je i fejës tjetër, katolik, apo protestant, apo ortodoks, do në me përqafu islamin, nuk ki nevoj me shku të prifti. As pak nuk ki nevoj me shku ta i shalteri që e në për disa kisha, e në për disa vende, po edhe ato me bot dëfrimin, tënd, ti do me thonë confession i thënë anglisht, po do të confess me dëshmua, krej që ki boti, e në fund me thonë disa pika të ujta, po hajtë se unë t'i fale gjunahat. Nuk i kemi këta procedurat. Ta procedurat fejnë islamë nuk ka. Hiq. A dini shka në procedura fejnë islamë? A dini? Me Koran? Wa idha sa'alaka ibadi anni, ajet Koranor në surët al-Baqara. Po, nëse mas ajetit të agjerimit Ramazanit, nëse robët e ty të pyesin për mua, o Muhammed, sahabët, shokët, jo besimtarët, pyesin, thuj atyre, fe inni qarib, unë jam shumë i afër prej tyre. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Sa herë që dikush kthehet unë më lutet, unë atij i përgjigjem. Atij i përgjigjem, qarib, Allah shumë i afër prej teje dhe prej meje. Wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Na jemi më afër të njeriu të shpirtit i tij, se sa këto damar të qafës. Çka kemi gjaku që na man shpirtin. Po. Prandaj, kështu është procesi i pendimit. Jo me këput shpresën, po, jo me këput shpresën nga Allah Gjeleshanuhu, e ku më lexu këtë ajet, e këto tani do të ashti në Koran, dhe ku vendos, një vendosmëri të madhe, me dëshirë të madhe të flakt, që unë të pendohem, po, e mos ta këputi shpresën nga Allah Gjeleshanuhu, dhe do të bëhem një njeri tjetër pozitiv, inshallah ta'ala. Me këso lloj pyetjesh, me këso lloj do thot mendimesh, duke i lexuar ajetin o robërit e mi, të cilët keni ngarkuar me shumë gabim veten tuaj, po mos e humbni shpresën. Shifni çfarë thirrja është, o vëllezër, o motra. Po. Shifni çfarë thirrja është. Ku janë ata shokë që janë për kafa, ata djemë të ri, që janë për klubet e natës, që janë për droga, që janë në të veprat këqija. Shifni çka bë thret Allahu Gjeleshanu. A keni pa kokë me mendu ajo? Mjaft madhin. Mjaft me gjunahë, të i kur më qështu. Kjo është ajeti i parë, pjesa e parë e këtij emisionit, që si unë të punoj me Kur'an. Si jeta jeme të jetë bazuar në Kur'an. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim. O robët e mi, thuaj o Muhammed, shokëve dhe tërë besimtarëve, ata të cilët kanë bërë masraf dhe kanë tepruar ekstrem, kanë shku në gjunahe, la taqnatu min rahmetillah. La taqnatu min rahmetillah. Mos e kputni shpresën nga Allahu Gjeleshanu. Pse ja Allah? Allahu t'i fal gjitha gjunahet, bre. As ka mundsi Allahu subhanahu wa taala. Allah i ka mundsi. Ka mundsi krejt bre me t'i fal, bre. Vetëm ti aje vendost. Vetëm ti aje vor, musliman. Dhe ki më pa, tash pjesën e dytë, që kanë bo burat e mdhaj, shokët e Muhamedit alayhi salatu wassalam, si janë pendu, edhe na si duhet pendohemi, po, do ta shohim në pjesën e dytë të këtij emisioni. Atëherë, e jeni të jemi me Kur'an, dhe mos të avanojmë pendimin ton, tani një pauzë të shkurt, një ilahi të shkurt, shumë shkurt moderator, dhe shihemi në pjesën e dytë të emisionit Jeta me Kur'an. Ju faleminderit. Faleminderit shumë doktor, pra
Dëgjues të dashur, do ta bëjmë një pauzë të shkurtër me një ilahi për të rikthyer më një herë në pjesën e dytë të programit. Ne dëgjojmë pak çaste Adem Ramadani, ilahia pendimi. Një minutë, qartë më dërë jam. Dhe rikthehemi pas pak. Faleminderit doktor.